S'po di vëllaj vëlla, po kërkesa e me ma madhja me nërë një vërë që të shpija, me bo diçka. Salam aleikum, jemi sot tu në një fshat të Klinës, ku në këtë shtëpi jeton nëna dhe 3 fëmijët e saj. Andaj ajo do të na tregoj për kushtet dhe vështirësitë të cilat ata i hasin gjatë jetesës në këtë shtëpi. A mundeni më na tregu se kush jeton në këtë shtëpi edhe vështirësitë që i keni të jetesës në këtë shtëpi? Po, unë jem nëna 3 djemve që të në që shtëpi jetojmë që 9 vjetë. Ka my, ka vllag, ka lakshti, është e pëtëpshme, dimnit në ekstrem. S'pa më vëllaja dalëm, dronë jo, e kena prej një kumëll për më nëzaj, po dhe është e pëtëpt shumë shpija. Buri sa kohë ka tek? Buri o dek që 9 vjetë. Që 9 vjetë o dek. Jo probleme me shëndet, a keni? Una po bol, vëlla. Po la bol. Vëlla, për çdo muaj kam kontrolën, kam problem. Veç shiqerin që se kam se me ta në tjerat probleme jam. Smut jam. Fëmijët e kanë dhomën e tëmve ku flenë? Jo, me qëpa. Jo, vëlla me vëlla. Që të plejmë me një sobë tanë, që të plejmë, që të hajmë, që të pim, që të rrim. As kuzhinë nuk keni? Kuzhinë e thjeshtë, e mykte, veç se s'ka pikë pisnelti. Është e kalpt. Ndo një kërkes shtesë, diçka që keni për neve si shoqatë që... Po, vëlla, kisha pas qep me marrë një vu diçka me ba për që shtëpi se ju vëlla nuk pa mujmë. Ja dalim në ta, nuk e di vëlla, e ftaftë e myke, e vllage. Andaj ne ju bëjmë thirrje krejt donatorëve që të na përgjigjen në këtë aksion të renovim të kësaj shtëpie, ku t'ja ulëtsojmë jetën sadopak tyve fëmijëve jetën, pas vdekjes së babas së tyve, dhe mos t'i lejojmë që këta fëmijë në këto kushte të vështira të futen në dimrim. Allah ju shpërblet.